raporti? E kemë më të mirë me vapën o me të ftohtin? Faktikisht dua as vapa as ftohtë. Pse e the me zë transformator? Jo, s'dua asnjërin për 2 javë. Se i bje ka me lëvizjen e zhurmshme. Ti Flogert? Fiks me lëvizjen e zhurmshme. Haski nuk ka problem. Haski nuk ka problem ftohtin. Vapën ka, ha? Edhe ti? Patjetër. Ue, ore, digjon. Le digjon, më thuaj kur duhet fillojmë, ha? Jemi në urma pa koma, po nxefemi në qik. Digjon. Ore, pa që po bëhet? Edhe kishte problem se i bin nxefjen. Se ishte atë nxefja s'tot. Jo, më tha, s'kam problem asnjërin as tjetrën. Jo, e kam I kam i ketë Me të që dyja. jemi në edhe nxef. vapën edhe të ftohtë. Mos ta nxefim shumë me kafe. Ti atëri e për të jetuar në Côte d'Azur, valla. Mu pëlqen po Gradeci. Verës, A, në verë. verës, se është shumë freskët. Po, ti do ishe i vetmi vend në Europë që është gjithë janë temperaturat gjithë. Spanjë, jugu Francës. Jugu i Francës, se Spanja ka shumë vapë, valla, në verë. Po, këtë Jugu i Francës është gjithmonë drejt. kështu mesatare e artë atje. Dunkirku është fiks për sejbën. Jo, dakor, është të merë. Ore, Pepe, çfarë po bën? Po bëhet nami i Belgjik vllatë në Paris. Pse? Ai nxehti pra, është kanikyl. Kanikyl. Kanikyl është kjo. Kanikyl nuk e di në Shqip, nuk ekziston si term, kur temperaturat e ulta nuk janë më pak se 25 gradë, se 24. Po pse shef gjithmonë të ulta ti se kam kuptuar? Edhe unë kam mësuar vonë për këtë. Nga këta francezë kam mësuar. Po pra. Sepse E gjithmonë ti thua të ulta. po pra, domethënë ideja është kjo që Minimalja. minimalet, them të ulta dhe të larta aty për temperaturat. E ke pash kur hap meteon? Po pra, po pse thua të Po ulta sepse po pra, e këtë kam mësuar dhunë vonë, se nuk e di, është gjithmonë shiket lartat. Premisht që kur temperaturat e ulta, ato janë treguesi që do jemi mirë apo keq me vapën. Kuptimi që nëse për shembull është mbi 22, 23 gradë, 23 është shumë natën, atëherë trupi nuk arrin dot të bëjë atë balancë. Ta metabolizoj. Pra ti mund ta durosh ditën të jetë 40 gradë, po të vejë 19, maksimumi 20 gjatë natës, trupi e bën e balancon veten. Po pse tani ti thua në Francë që Tani që është mbi 25 atë ishte gjatë, po se e parë sot ishte çmenduri valla. Domethënë që ti natë nuk flë dot, duhet të shpesh me kondicioner valla. Ore se ti ke jetu në Francë, thjesht kam qenë për vizitë. Me vërtet kanë kondicioner ato nëpër shtëpia? Gjithë pjesa e vjetër e pallateve të vjetra që janë ndërtuar para shumë shekujsh nuk kanë kondicioner sepse nuk ka pasur sistem kondicionimi. Po ç'a bëj? Se montojnë dot? Nuk montojnë dot valla se prishin fasadat. Se montojnë dot. S'lejon njeriu valla ashtu. Edhe rrin me kështu të shkretë, rrin me ventilator brenda. Ankomi kot, jo po fasada, jo po kjo, po ku ka para jetës? Po vdiqën mbi 10.000 vet, më duket, do kujtun sa është shifra para sa vitesh, valla, që ishin pleq. Nga vapa. E po qenë ka qëllimshme do thoshte i miku ynë. Po. Ka një E kupton ç'bën Macroni? Për të balancuar ato sigurimet shoqërore, pra. Po patjetër. Pensionet e këto gjëra, sa më shumë pleq të vdesin. Kështu ndërtosh një teori konspirative. Po. Ata shkëtë vdiqën sepse ishin nga që e plak, atë vendërtorë s'bëjnë punë, Allah. Leje se mos i ka plan Rama tash që bën. Po këtu në Shqipëri në të momente nuk ka kanikul akoma. Pra nuk është kjo të ulta që janë rregull. Përshëndetje toksor, jemi në P1, pjesë parë të emisioni Zonë e Lirë, 23 vjet emision dhe tashmë në MCN në prej kohësh, çdo të martë të mërkur dhe të premte, të martë të mërkur jemi në orën 10 dhe të premte në orën 9 të darkës për qefin ton. Ju këtë emision mund ta ndiqni te kjo faqe që ju doli tani në ekran, Zonë e Lirë Official për qefin tuaj live, po mund ta ndiqni edhe kur të mbarojë emisioni live-in, e keni aty gjatë gjithë kohës, bëni një subscribe për qefin tuaj. Jeni pa fund që na ndiqni, ju falenderoj jashmase. Jemi besnik, si çdo të martë të mërkur në orën 10 dhe të premte në orën 9. Sonte është e martë, data është 23 qershor 2026. Sonte jam në studio e Masit Gupin, pedagog te Barleti, ka mbaruar ligj filozofi dhe është avokat penalist i papar. Ndërkohë, Flogert Muça në kratë Marsitit, mik i emisionit gjithashtu, gazetar, ekspert komunikimi dhe drejton portalin lexo.al, mirëmbrëma Flogert. Sebastian Zonja, gazetar i njohur tashmë për gjithë ju, është gazetar plus e quaj unë,
e kam pakzuar unë si gazetar plus, sepse nuk është thjesht një gazetar që del dhe jep lajmet, por shumë se kaq dhe ju e keni parë tashmë në këtë emision prej vitesh. Ora në këto momente është 22:05 minuta. Në regji për 23 vjetësh dhe sonte është njeriu i më i afërt në këtë karrierë televizive, Ledio, regjizori që na shef nga të gjitha planet dhe që bën cirk në çdo emision për 23 vjetësh. E falenderoj sonte, jemi në fund sezonit, martën tjetër ne mbyllim live-in, po do jemi në korik me Bestofe. Selito. Selito. Selito është një nga operatorët më simpatik. Kemi njohur të kohët e fundit, ju nuk e shikoni, pa ai është gjithmonë brapa kamerës time përballë. Janë manekinët e famshëm, të cilët ju i doni shumë tashmë se janë të urtë, të bindur, të përulur, ata bëjnë gjithmonë atë që i them unë. Falenderoj gjithashtu dhe stafin tjetër teknik që kam këtu në MCN TV, operatorët rreth meje. Ora është 22:06 minuta dhe ne fillojmë me njëherë pa humbur kohë me fabulën e parë për dekriptuar aktualitetin më të freskët në Shqipëri. Ju përshëndes me një ujë selita për qefin tim dhe për qefin tuaj. Duhet të dehidratoheni sa më shumë, duhet të hidratoheni më duket, sebi. Duhet të hidratoheni apo të dehidratoheni? Se dehidratoheni është kur vdes. E një sekund. Pse është e bukur kjo? Duhet të dehidratoheni çdo. Të dehidratohesh që të dehidroheni apo të hidratoheni? Po pra. Si është? Si du të jetë pra normalisht? Dehidratim? Po le dio, dehidratim është që mos pini ujë dhe pisni apo jo? Dehidratimi është versioni DV. Që do me thënë, bona e komplikohet. Versioni DV, që pi një herë në vit. Dakor, po pra. Dhe DV-a jeton gjatë pa ujë. Çmendurisht ajo DV-a ku e mendon Sebi. Edhe kalon për shkretir. Kalon për shkretir, si ka mundësi ma Flogert? Para se të fillojmë më burr, se ma kujtoj Ledio. Ore Marzi, ç'është kjo DV-a më burr që jeton mund të pi ujë, sa herë mund të pi më Ledio në maksimumi që vetë u fut kokën në shkreta atje? Sa herë mund të pi ujë në vit DV-a? Ajo e fut sa herë gjejnë fakt, po. Sa herë gjenë se të shkretire, po thonë. Vështirë të qeja ndaj. Edhe prap jeton Morti Marsit. Si duket e rezervon, e ka të ndërtuar në formë të tillë konstruktin biologjik që konsumin e ujit që bën shumë radhe në masë ose në sasi të madhe, me ato rezerva është pak a shumë si puna ushqimit, tek ariu polar që flet gjumë gjithë dimrin dhe me ushqimin që ka jeton, është ka dhe DV-a është e përshtatur për ato kushte. Ai që ka krijuar, ai ka ditur që ti vendoset si mas rëndë dhe kategorive. I Flogert këtë në përgjigje për të DV-n? Po dalim komplet nga tema e neomatorët. Veshkat dhe zorët kursejnë shumë ujë dhe DV-ja dirësin të mersi shumë pak. Dhe pi ujë shumë shpejt dhe merr sasi shumë të mëdha. Pi fshetas kurse shohin tjerët. Kush? DV. Është formë sebi sot. Është ter. Ledio, dëgjoj Arianin tani. Se duke se kemi akoma normal. Kemi kemi të ftuar në studio, valla, një sekond tani. E para njëherë duhet të përshëndes Besmir Semanaj apo Semanaj po. Semanaj, mirëmbrëma. Besmir, përshëndetje. Prit tani ato dëgjojmë ato apo jo? Përshëndetje, dëgohet. Dëgjohesh mirë besoj, na dëgjon mirë Besmir. Nga Vjena dëgjoni shumë mirë. Okej, Ledio do të ngërësh pak zërin e Besmirit, të lutem, se ne nuk e dëgjojmë. Dhe Besmiri më flasin pak me zë më të plot. Po? Që të vitë zërin plot në studio. Dakor. Jemi. Ndërkohë Ledio, para se të fillojmë me çunat dhe me Besmirin, do të kërkoja, s'ke faj në fakt sepse ke gjitha gjëra për të bërë, që të përdorësh skaletën e fundit kam nisur unë, sepse kam bërë një korrigjim të vogël të titujt. Më kupton? Për shembull, ky titull i këtu ishte versioni më i vjetër gjatë ditës sot. Versioni i fundit është përse Neo Malsoria i kërkon dorëheqjen e Ramsit, pikpyetje. Nuk e di se sa kohë duhet ta bësh Ledio, nuk është se ka një rëndësi të madhe, po mirë është të ishte në formë pyetje, dakord? Se lajmin tashmë ka marrë vesh dynjaja, ka ja 2 ditë, ka ja më shumë se 2 ditë që ka ndodhur. Ka 2-3 ditë, apo jo Flogert? Jo, mos sot e bëri. Dorëheqja ishte sot, po që fakti që iku nga grupi, do të them. Po. Ledio, e bëjmë do të gjë? Po. Sa t'ja qosha i djarit të bëjtit? Po, vetëm ma bëj forward.
A, ta nisani direkt, po. Direkt. Nuk ma ka nisë të version. Jo, që ta ka nisë është e sigur se të zëleja janë, po. Ku ta nisë, të zëleja e ke? Po, të zëleja më nisë. Ta nisa. Ke drejt, le Dios ta ka nisë të versionit. Fa im. Tani ta nisa. Ta filloj me Besmir me që kemi të ftuar. Besmir, ju jeni në Vjenë, apo jo? Po, jetoj dhe punoj në Vjenë prej disa vitesh. Në Vjenë. Atëre, Besmir, para se t'i jap fjalën, më lejo që, një sekundë se e kam këtu, më lejo që të bëj një prezantim fare të shkurtër për një publik i cili të njeh, po me siguri ka dhe një publik që nuk të njeh. Besmir Semana, ja, e kam këtu. Një prezantim të shkurtër fare, Besmir. Atëre, kush është Besmir Semanaj, zëve e zotrin, për të gjithë ju që nuk e njihni, Besmir Semanaj është ekspert, pra jeni ekspert i teknologjisë si informacionit, Besmir, dhe sigurisë kibernetike me mbi 18 vite eksperiencë në sektorin e IT-s në Shqipëri dhe në Austri. Ju jetoni Besmir dhe punoni në Vjenë, ku jeni angazhuar në projekte ndërkombëtare të teknologjisë, si dhe njiheni si analisti çështjeve të teknologjisë, transformimit digital dhe sigurisë kibernetike. Sigurisht Besmir që për pyetjen që unë kam në ekran, nuk do doja t'ju pyesja shumë, që vetëm që se ju dëshironi të jepni një mendimin tuaj, si jeni detyruar, sepse në fakt ju kam ftuar për një pyetje të dytë që do bëhet pas saj. Por gjithsesi dua t'ju pyes që në fillim, keni ndonjë ide, ju jeni IT dhe për ne është nder i madh që ju kemi në studio, a keni ndonjë ide cila ishte arsyeja që Neo Marsoria Koçeku i kërkoi sot dorëheqjen në një letër të hapur kryeministit të Shqipërisë? Qëse keni ndjekur zhvillimet. Po, patjetër që kam ndjekur, jam shumë i përgjithësuar me çfarë po ndodh në Shqipëri, duke qenë se edhe në Austri janë organizuar disa protesta, pra mu me bën shumë bësha përshtypje që Neo Marsoria u kujtua pas 13 vitesh të t'i kërkonte dorëheqje Ramës, për më tepër që vitin e fundit ka qenë një ndër kartona që është ngritur pa përjashtim me çdo kërkesë dhe në çdo ligj që është miratuar nga i parlamentit kjo qeveri. Shpresoj që mos të jenë çështje personale, por të jenë çështje parimore. Dhe ka shumë që të ishin parimore, por ka një pikë pyetje shumë të madhe në këtë ndodhim. Sepse zakonisht, dhe kjo është e logjikshme në fakt, edhe çdo njeri mund ta bëjë këtë pyetje, në përgjithësi njerëzit mirë është që kur duan të dalin të thonë diçka e bëjnë në momentin që janë, jo pasi ikin. Dhe pasi ikin pastaj është e thjeshtë, e kupton. Faleminderit për komentin tënd Besmir. Nuk do rrim shumë gjatë kjo gjë, po më lejo të pyes edhe të ftuarit e mi të përhershëm në studio. Marsit po fillojnë nga ty shkurtimisht fare, se pastaj do rri çik më gjatë me Besmirin. Artikulimin që ka bërë zonjush Mariana Koçeku qëndron. Domethënë arsyet që ajo përmend gjatë shkrimit në lidhje me brezin e ri, në lidhje me qëndrimin e elitës vjetër politike, në mënyrën se si funksionon administrata, si trajtohet qytetari shqiptar kur shkon në trokiet në dyert administratës, si trajton pushteti, Të gjitha ato probleme, dakord. Gjëja qëndron këtu. Përse iku dhe përse i kërkon dorëheqjen sot pra? Domethënë pikpyetja që qëndron mbi zonjush Koçekun është kjo. Pse i quajnë zonjush Koçeku? Të njohin gjerësisht. E njohin si Neo Marsoria. Është kjo që a është bërë armike nga parimi apo është bërë armike nga halli? Po pse? Paka shumë në kohën e komunizmit thuhej që të gjithë bëshin armiq kur përfundonin në burg. Pa armiq sistemit, ish funksionar të vjetër. Që dallimi ishte që a bëshin armiq nga parimi, në sensin që në moment që ishin pozita shumë të mira dhe i kishin gjitha vendosin të argojshëm, sepse i shikonin këto parime. Dhe ajo që duhet të bënte është që të seronte pozitën, në sensin që pse tash pikërisht, pse ju mbush mendjen në këtë moment, domethënë çfarë pa ndryshe nga gjërat e tjera dhe a u bërë realisht nga parimi apo u bë nga halli armik. Pra paka shumë kriteri. Dhe do pyetës Sebastian për Flogertit. Nuk ka sqaruar asgjë se pse. Nuk e ka sqaruar. Përgjigju pyetës pse tani. E ka marrë mirë qenë faktin, unë tashmë e kuptova, e vura re pjesë e çfarë ekipi politik jam, si funksionon administrata, si funksionon qasja ndaj ligjit, si funksionon qasja ndaj qytetarit. Problemi është pse pikërisht tani. Në qoftë se ka bërë për funksionalizëm politik, pra në sensin që shikon një lloj proteste, është një brez miri, do t'tregoj domethënë një diferencë kulturore, diferencë politike, jo dhe më kote ka emrin Neo Marsoria, pra është me idenë e një brez. E bukur është gjetje Neo Marsoria. Shumë gjetje e bukur, jo, është personazh shumë interesant, unë e vlerësoj.
Por ama, këto janë pikpyetje që ngrihen mbi të. Pra duhet të sqaroj pse pikërisht këtë moment dhe cilat janë arsyet reale dhe kaq vonë kuptoj domethënë këtë qeverisje gati 14-15 vjeçare që Po sa kohë ka ajo që është deputete? Kujdes. një vit ka. Shumë pak pra ka. S'mund ta fajsosh tani për Jam dakord me ty, po të marrësh kriterin që nga momenti një vit s'është asgjë në jetën politike të njeriu. Parlamenti i ri një vit, atëherë po qëndron. Po prapë arsyet duhet të jetë publike. Ajo nuk ka zbritur nga sepse ka bërë dhe një status, më fal. Ka parë 10 vjet që ka qeverisë Rama. Ka bërë dhe një status. Dakord, po nuk ka qenë deputete. Jam dakord Ka Arjan. qenë njeri i panjohur. Ka qenë më keq se ka dhe një status në cilin sot ka rrogën 5.000 euro. Ka dhe një status në cilin ajo akuzon një grup kriminal në Shkodër, grupin e Bajrave, në cilin para pak ditësh tha që nëse familjes time i preket një fije flokut të të afërmit tim, pra dhe është në ky moment që duhet sqaruar. Do ta sqarojnë gjykat, polici, s'ka vajt. Jam dakord, pra po pse pikërisht. Gjitha këto e bëjnë vetëm me politikë. largimin e saj, kishte të bënte me mënyrën si funksionon pushteti politik, pra kjo që ne themi simbioza e politikës me bandat. Unë di vetëm një gjë që ka dashur ta them në emision. Unë di që kur politika i kërkon favore grupeve kriminale ose eksponentëve të caktuar që kanë interesa, i kërkon që të votojnë në emra anonim ose emrat pa njohur, që unë ta vërtetoj që votat që ti sjell janë 15.000, 18.000, 20.000 dhe prandaj kemi vënë re disa fenomene që individ pa njohur marrin 20.000 vota, 18.000 vota. Qartë. Sepse në këtë lloj forme faktohet. Po nuk është rasti neomalsorës. Jo, nuk është rasti neomalsorës. Ka qenë listë sigurt. Po Ka qenë listë sigurt Xhan. nuk është rasti neomalsorës, po them nëse ajo akuzon sistemin dhe ka ndier kompleksimin që i bëjnë grupet kriminale për shkak se ajo nga lista mbyllur që mos u largosë, unë mendoj që mbase kërcënimi i ka ardhur për këtë fakt. Fakti që ka nga Rama sot më duket, po ja do na i thotë Flogerti. Flogerti, ça kanë nxjerrë nga Rama? Që zgjedhën një pjesë një mesazh të Ramës. Jo, kanë nxjerrë pjesë mesazhe, ajo ka bërë një Një do ngelesh vetëm i kishte thënë Rama më duket. Jo, ka bërë një rikapitullim të një bisede, le të themi. Jo, unë në media lexova që ishte mesazh. Në fund nuk është mesazh. E ka me thonjza. Po pra ishte pjesa ku e thoshte më the që do mbetesh vetëm, s'do të të mbështesin as malsorët e tu. Po. Por unë tani e kam kaluar të gardë dhe nuk ka më kthim pas. Mua si mesazh më duke ajo, domethënë, nuk besoj se ka treguar një ndërtuar një bisedë kështu. Jo, thjesht nuk e kanë nxjerrë si të thuash copy paste. Ka fut thjesht ka bërë një ripërmbledhje, pra që O Floger, çfarë dim vëlla për këtë, se këtë dhe e kritikojnë dhe Vdor Trokasin. Neomalsoria në këto momente fatikisht ka një kështu dubël po themi qëndrim për të, ose janë dy qëndrime ndryshme. Edhe në te protesta po ta shofësh, ka ca që thonë, mo tani u kujtua kjo, pas të vjelave, ka ca tjerë i thonë bravo, hajde në protest. Dhe ajo që shkuar. Të dyja mund t'i thuan, më. Po pra, problemi është ky, sipas teje vëlla. Çfarë është tyu që e para të ikte nga grupi? Se ky për mua nuk është një akt, është një akt që normalisht po të ishte oportuniste, ajo s'kishte pse ta bënte apo jo. Po mund të rritë, mund të punësonte një stafër, mund të favore. Qa e shtyu një dhe e dyta Floger, po sa më shkurt, dhe e dyta, se thuash, si pasej është emocionuar dhe është frymëzuar nga protesta, ose ka vënë momentin që mund të përfitoj politikisht. Po mos ishte protesta të ta, bënte kjo është pyetja. Sigurisht që jo. Nuk do e bënte thotë. Dgjoj, për ta rindërtuar shumë shkurt historinë. Për tej Marianës do flas për politikanën neomalsore, jo për vajzën. Sigurisht. Kjo kishte ndërtuar një imazh simpatik edhe në mediat ndërkombëtare. Vërtet është. Ku një vajzë që kishte studiuar jashtë për shkenca politike, kthehej në fshat, në mal, ndërtonte një guest house, një bujtin, dhe kishte kapur mediat më të mëdha ndërkombëtare si histori suksesi dhe gjë interesante. Interesante ishte në fakt. Tani i gjithë ky imazh i bukur i ngritur, e kapi Ramsi, se Ramsi i kap këto gjëra, dhe kjo ja dha. Çfarë i dha? Ja dha mundësinë pra. E lejoi Ramsin, bëri pazarin e saj. No respekt është ajo pse? Marrëveshje win-win. Jo, po vetë tani. Po çfarë pazari? Pse i quan pazar? Po domethënë, në momentin që ti ke të bësh me një parti që është 12 vjet në pushtet, dhe ti gjithë atë lirësinë tënde me që pas ke patur këto rezerva dhe tani konstatove, e dhënë dispozicion të propagandës së kryetarit, se kështu i bie tani. Se ti ja dhe gjitha Ramës që ai të përdori. Apo jo? Po? E mori Rama, e përdori, dhe kësaj t'i shijoi zonjës politikanës Mariana, dhe ishte win-win situation. Kjo u bë deputete në listë sigurt. Win-win situation për ata që s'din anglisht, do thotë situatë fitore-fitore. Pra edhe Mariana dhe Rama ishin të fituar, sepse kjo u bë deputete, Rama shfrytëzoi
Marianën për t'ju thënë që ja njerëzit e suksesshëm zgjedhin Partinë Socialiste. Pas kësajt, Mariana ka patur 2 momente që duhet reagonte dhe mund të bënte aktin që bëri tani në fund. Më në kontekst do ishte Thethi. Kush? Thethi. Kur ndodhen prishjet e... Sepse ajo përfaqëson Thethi. Nuk doli atëherë në Riol. Për Riol në ke fjalën? Por Thethi. Në veri ku prishën ndërtimet që ka Thethi, se është i gjithë Rioli. Edhe Rioli, mor dhe Rioli pas Thethi. Ajo është më afër Thethit si... Theth, po pra atje është. Atje janë. Nga është Mariana vetë në origjinë? Nga si bie... Malësie madhe Dugagjin. Si Ledio? Dugagjini. Dugagjini, po. Pra, aty... Na i fute Besmirin në ekran, Ledio, mos e le jashtë. Na fut të gjithëve. Aty duhet reagonte. Nuk e bëri. Tani pse e bëri tani? Se kjo është pyetja. Ç'ndodhi tani? Tani unë do bëj një analizë dhe një thashë them, do e them. Sa më shkurt. Thuhet, po, analiza është kjo. Ajo e nderuara ka studiuar për shkenca politike dhe e ka parë si moment politik ku mund të faktorizohej. E ka parë që në Partinë Socialiste nuk është se e pyet puna, nuk është se po shkëlqente në parlament apo në grup parlamentar me propozime, me debate, me mthe, me të thash, nuk është një Erion Braçe, pra, që mund të bëj kritika dhe... Se mund të bënte atë. Se s'po e gjegje Erionin, apo? Edhe? Nuk bëri asnjëherë nga këto, gjeti një moment për të thënë që ndes, pra tenton të kapi momentin në vendin e dur, në kohën e dur, për të fluturuar. Po ku do fluturonte më? Do fluturonte në zemrat e asaj që po ndodh në protestë, pra. Do bëhesh heroina e protestës. Problemi është që ata që janë shesh, një pjesë e madhe e tyre, din dhe këto që thashë më përpara, që ti moj zonjë, pranove t'ishe lodra e Master of Puppetsit. Tani, çfarë ndodhi? E pe që u ngritëm ne dhe do të na shfrytëzosh, ndërkohë që kur u ngritën kecat e tu në Theth, nuk u shqetësove, ama kur u rrezikua Pelikani Kaçurrel në Vlorë ti u acarove, pra ka një përplasje, ka një kërcitje këtu. Dhe tjetra pastaj, që është thashë e them, që unë rezervohem ta them si 100% vërtet, por që ndoshta kur të kem fakte do t'i them. Mos e thuaj. Është që jo do ta them. Se në këtë vetëm thashë theme nuk ka. Jo, është thashë them. Domethënë është si zë që qarkullon, që flitet se këtu vetëm thashë theme nuk thuhen. Se miku nuk e pata mendin. Flitet që qarqe pranë Albin Kurtit. Janë afruar me... Edhe këtë? E thash? Si që kam dëgjuar. Janë afruar me zonjën në fjalë dhe dirigjimi bëhet nga atje. Po kjo, rezervoj të them që e kam të konfirmuar. Interesant, ja, këtu s'ke shkuar mendja kur. Po. Seb? Lidhet që janë në Shkup, faktikisht. Qarqet. Pse? Realiteti Jo s'e di, shumë t'jenë Shkup apo në Tetov? Edhe në Shkup dhe në Tetov, sepse kjo është një hakmarrje që po e bën tani Shkupi Karshi Ramës për shkak protestave të gjuhës. Okej, kjo është një mënyrë për të rrëzuar thashë themi, të që bijem shkurt. Ti vetë për çfarë ka bërë thua si pastaj? Unë shoh që ka përçarje brenda MBS dhe mendoj se ka tensione brenda në qeveri. Dikush i ka dhënë shashe kryeministrit. Shashe për ata që nuk din shahun, domethënë? O bie Breti o Mbretresha. Breti nuk bie se s'ka se si të bie, merr Mbretresha. Tani, po të morin... S'ka rënë Mbretresha? Po të morën Mbretreshën... I merën Mbretresha? S'ka kanë marrë, pra? Të ka rënë loja. Logjika që... Nisë jo, s'ja kanë marrë akoma, kur e mendoj... Logjika që shoh unë është pak a shumë e këtillë. Rama, kryeministri është në kërkim të një iraniani. Mos, a erdhi një mizë. Mos, a erdhi, më arsit vraje. Shive, çfarë është atje, shive? Çka është? Atje në Ledo. Çka është? Shive atë. Është flutur ajo. Ja, dhe nuk e vrasë Flutur është, sigurt? Si mu shkoj gjigante. Flutur është, ja, flutur është. Midisi flutur dhe një mizë është do përshba. Jo, flutur është dëngjëll më. Di këtë do vrasësh, pa tjetër. Edhe vrasja ka kriter estetik. Pa tjetër. Gjithçka. Tani, ç'a ndodh? Unë shoh që kryeministri është në kërkim të një iraniani. Besmiri dhe shumë eksperta e tij që e kanë pasur në intervistat ndryshme, thonë që kur shohim dorën, ai Homeland Justice i Iranit na del që është i brendshëm. Do vim të atë lufta digjitale, të mëritën e omarsoria, të lutem. Ta bëj shkallëzimin, unë duhet ta bëj shkallëzimin. Domethënë kryeministri do të gjejë një iranian. Por në këtë rast nuk po flasim për Ramon, vlla. Po flasim pse i ku ajo më jep një ndrim. Prandaj po të them pra, se ka një tronditje aq të thellë
sa që kjo ka parë diçka aty brenda dhe thej që ka një lëvizje. Kryeministri është në kërkim të një iraniani, sepse halli që ka futur brenda vetes është aq i madh, sa që është shashe, mund të humbi lojën, që do të thot pak a shumë. Ky nuk do t'i mbushi mendjen shqiptarëve që është Marsidi tjetri Iran, do t'i mbushi mendjen amerikanëve që janë iranianët që po t'i sulmojnë fëmijët. Po kjo është tem tjetër. Tani në këtë mes, Neomalsoria çim. Në këtë, dhe Neomalsoria e ka kuptuar që ky e ka aq të brisht pushtetin, se që ka kuptuar dy gjëra. Ose zbrit e para nga varka që po mbytet. Po e lë Titanikun para, po. Po, ose e dyta, ka kuptuar që ka aq tension dhe përçarje në PS, Neomalsoria, zonja Koçeku, Elisa Spiropali, Ditmir Bushati, dhe tensionet ndryshme që qarkullojnë brenda Partisë Socialiste, dhe ka kuptuar që në këtë formë përçarjeje, mundësia më e mirë është që të shëndrisësh duke folur dhe duke dhënë disa argumente që rezonojnë me shumicën e qytetarëve dhe me shumicën e socialistëve, të cilët aktualisht janë të pakënaqur. 50% e atyre që dalin në protestë janë socialistë. Dhe si socialistë të pakënaqur, zonja Koçeku dhe shumë të tjerë duan që t'i flasin edhe atyre atje. Është ajo që shkroi Arta Dade para ca kohësh. Domethënë, e majta ka dhe disa parimet vetat. Pra, për ta thënë edhe një herë, kërkimi i një iraniani nga Rama, qoftë prapa akshit, qoftë mbrapa protestës, tregon që ndodhet në një farë situate aq të vështirë, sa që duhet që se s'bën t'i mbushi mendjen amerikanëve që po ta bëjnë iranianët, nuk e ke prej paaftësisë apo prej problemeve që të shpet mijat. Besmir, faleminderit Sep. Besmir, nga këto tre opinione që dëgjove, Gupi, Muça dhe Zonja, me kënd jesh më afër? Me cilin opinion të tyre treve? Se ty të kemi si guest star sot. Atëherë, bashkohem me opinionin e fundit, sepse Rama... Me Sepin je më afër? Po, të gjej se s'ban një armik të jashtëm, se armikët e mbrëmshëm tani më kanë mbaruar dhe nuk mund të gënjehet asnjë nga qytetarët. Dhe alibia më e fortë për Ramën do ishte një forcë armike siç është Irani, duke pas parasysh dhe... Më fal që të pres. Besmir, më fal që të pres. Mos shkoj tek... Mos shko tek fabula e dytë, se do e trajtojmë tani me një herë pasaj. Retelin dhe Neomalsoria. U ndjeve më pranë qëndrimit të Sebastianit, opinionit Sebastianit. Se Neomalsoria e ka parë që varka ka marrë ujë dhe donë të jetë person i parë që largohet që të fitoj pikë në këtë rast. Pra kjo është e gjitha. Bukur. Se ne themi Ramsi 4, unë besoj që është Ramsi 3.2, sepse nuk besoj që do mbaroj dot 4-ën. Të shohim. Kjo në fakt Neomalsoria ka kuptuar. Të shohim se Polimarket është i hapur dhe baset janë deri në fund vitit. Të shohim çdo vej kjo punë, asnjë nuk e di. Ora në këto momente është 22:28 minuta, zonja Zotrin, jemi live të në MCNTV dhe në Zonë e Lirë Official në YouTube. Unë do bëj një xhiro të vogël me Marsidi, me Çuna dhe me Besmirin, do shkoj të furnizohemi pak se ndryshe çek motorit, do rikthehemi një herë direkt me Besmir Semanaj pasaj. Miq, bëni një xhiro urgjent, po jo xhiro kot për qef. Shkoni tani, sa është ora? Jo, nëse sjeni një protest, ora është 10:30, jo, prisni dhe pak, diku nga mesnata, se kohë e mirë është, nisuni, hipni makinës dhe do shkoni të furnizoheni te SPO Ili, miq. Dakor? Me kast. Jo, pastaj kthehuni në shtëpi prapë, nuk ka nevojë të rini klubeve. Jo. Shkoni furnizoni makinë, është një punë më vete. Pse? Sepse vetëm te SPO Ili makina juaj do marri energji të papar motori, do marri frym mushkria e makinës, se është karburant i pastër, pa hile. Nuk është fake, si që jeni mësuar deri tani, që ju është çmendur makina. SPO Ili është gjithandaj për Tiranën dhe kur del nga Tirana, bravo Said, SPO Ili, the fuel of champions. Karburanti kampionëve, bravo Said. Rikthehemi le dio me fabulën tjetër në ekran. Pra,